Уште едно политички сензитивно прашање она за случајот Диво населје. Судот во прв степен донесе пресуда, но факт е дека и владата во својата програма за работа запиша дека ќе бара меѓународна помош за докрај да се истражи овој случај, бидејќи некои аспекти, особено околу евентуалната мотивација, околу чеството на припадници на македонските тајни служби во овој случај се чини не беа докрај и темелно истражени. Од ДУИ, ден откако беше донесена првостепената пресуда, најавија меѓу другото можност за формирање на анкетна комисија во рамките на собранието, веројатно по примерот, да речеме, на онаа за случајот Сопот. Дали досега ово прашање е отворено во рамките на парламентот? Бих спари аспекти и функционимите институционеве на контекста парламентит nuk ka kompetenca të komenton vendimet gjyqësore dhe na drejtim, do të thënë, ose nuk mund t'i komentojmë për mos me u definuar si ndërhyrje në pushtetin gjyqësor. Procedura është në fazën e parë që ka mbaruar, do të thënë, në procesin gjyqësor. Në fazën e dytë është ankimimi dhe besoj që do të mund të verifikohet ajo që e kanë paralajmëruar avokatët mbrojtës të prekurve me çështjen. Dhe fakti që qeveria jep sinjal që ka gatishmëri për organizim të mbikëqyrjes apo të rishqyrtimit ndërkombëtar të çështjes, është një sinjal për cilën ndoshta është e nevojshme në Republikën e Maqedonisë të ndodhë për të heqë gjitha dilemat për gjitha çështjet dhe aspektet që e tangojnë rastin, dhe do të jetë puna e mirë, po që se qeveria i shkon deri në fund kësaj çështje. Në kontekst të parlamentit, kompetencët e parlamentit janë po që se subjekt politik ka nisën për themelim të komisionit anketues, unë kam për obligim sekretar parlamenti atë ta vënë në процедурë të caktuar për miratim të vendimit. Дали досега формално или неформално до вас стигнала таква иницијатива? Формалисht nuk ka arrit nisëm e tillë. А неформално дали некој ви кажал за идејата? Deputetët bisedojnë mes vete edhe për atë çështje, nuk është çështje që nuk ndëgjohen mes vete ato që i bisedojnë, por nëse mendojnë që kur të jetë momenti më i volitshëm politik për të bërë një nisëm të tillë, gjithsesi se parlamenti do ta procesuon, domethënë atë procedurë deri në fund. Dhe nëse shumica parlamentare bie vendim për themelim të një trupi të tillë, çdo mend që trupi i tillë do të ketë vetëm se kompetencë për të shqyrtuar përgjegjësinë politike eventuale të dikujt që është bartës i pushtetit politik apo i funksionit politik, dhe asesi parlamenti nuk ka kompetenca investigative ose gjyqësore për të gjykuar për çështjen se është apo nuk është në kuptimin e jurisprudencës që është apo nuk është meritore. Në këtë drejtim, domethënë, në çdo moment që ka nisëm për një çështje të tillë, parlamenti është i gatshëm që të debaton për atë çështje.